Na, profesor. Edhe arti jotë. Teta Violeta. Teta Violeta. Kelin, eja. Ua! Qarë ke kështu ti? Ullu. Qarë ke pësuar? Uzura, me ca të droguar. Deshen të blinin drogë. U thash që s'kam, që nuk jam si ata, por nuk më besuan. Më ranë dhe më vëllën tër mallin. Si të kanë bërë? Po më gjetëm vetëm që nuk kam nënë, s'kam babë, s'ka kusht të më mbroj. Po të rritem me shpirtin do t'u marr. Qetëso, të ke qenë teta Violeta se nuk zgjidhen këto gjëra kështu. Pastaj, ti nuk je vetë. Ti më ke mua. Ha? Të lutem, jo këtu. Jo këtu mund të vinë në njëri, të lutem. Të lutem. Nuk e din se edhe në përzyra bëhet dashuri? Të lutem! Jo këtu! Jo! Por po! Të dashur nxënës, mësimi që shpjeguam herës tjetër ishte shumë aktual i kohës. Ne shpjeguam se ç'është agresiviteti dhe cilat janë 3 teoritë kryesore që shpjegonin agresivitetin. Bëjmë një përsëritje të shkurtër për të rifreskuar atë që kemi thënë herës tjetër. Agresiviteti shpjegohej nëpërmjet 3 teorive shumë të rëndësishme dhe të njohura në fushën e psikologjisë, që është teoria biologjike, që e shpjegon agresivitetin me shkaqe të organizmit, me shkaqe biologjike të trupit tonë, është teoria që e shpjegon agresivitetin si frustracion. Ju e dini çfarë është frustracioni, pengesa që has individi gjatë jetës së tij në momentin që ai kërkon të vetë aktualizohet, të plotësohet në të gjitha drejtimet e tij. Dhe teoria e fundit është teoria që e shpjegon agresivitetin si proces edukimi. Nuk vi dot. Psikologët kanë arritur në përfundimin që në familje... Jam me gjyshin sot paraditë dhe më ka dënuar babi për dalë të javë. Ako e me mama e babalar ti. Çfarë ndodh? Unë urreja të Sa tyre. vërtet është? Flutra Zana, mundje në mësim, ju lutem.
Po. Përshëndetje, profesor. Kush je? Unë jam zëvendës ministri i kulturës. Ministra e zëvendës ministra ka me thas. Si e ke emrin o njeri? Keni të drejtë. Më quajnë Dritan. Pse ka ardhur? Po të pajtohemi. Pse pajton gjaqet i kështu? Jo, unë i zbuz gjaqet. Me mua do ta keni vështirë. Për sa kohë të keni të tillë njerëz në Ministrinë e Kulturës që ju e dham shpirti për artin, vështirë do ta keni. A pse ju dyshoni për këtë? Jo, nuk dyshoj, unë protestoj. Unë mbasin vepra në Galerinë e Arteve. Dhe ju çfarë bëni? Bëni se hir. Jepni miliona lekë për fytyrat e miseve dhe nuk jepni asgjë për teatrin, për kineman, për kulturën. Asgjë. Këto janë fjalë të rënda, profesor. Megjithatë, unë nuk kam ardhur vetëm për mirë kuptim këtu. Unë kam ardhur t'ju njoftoj se veprat tuaja janë gjetur. A vërtet? Po, një bandë shkapur në kufi me disa nga veprat tuaja edhe me disa ikona. Tani janë në hetim, po më pas do t'ju kthehen menjëherë. Kjo është e jashtëzakonshme. Sinqerisht është e jashtëzakonshme. Shikoj. Këtu vetëm whisky kam. Po, mirë. Unë e pi ndo pak, kështu që e jashtëzakonshme. Sinqerisht e jashtëzakonshme. Faleminderit. Të falenderoj dhe unë. Gëzuar. 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 Vepre bukur. Atëherë unë po largohem. Të falenderoj Kënaqësi. vërtet. Do të shihemi së shpejti. Alo. Alo, Violeta. Do t'jap një sjarriq. Tek unë erdhi ajo. Kush? Ajo dhe firmës të ndërtimit, Zyraja. Edhe? Më kërkoj një pasaport me vizë italiane. Unë i thash të vi pas një orë, se doja të pyesja aty. Si thua? Jo. Mos e. I dëgjoj lajmet me gjithë çfarë bandësh e banditësh. Do të na morrësh gjaf. Shko tani te lokali. Mbyll xhepenat, shtuko. Nëse vjen tek unë, do të kërkon, do t'i them që kishte një vaki. Hajde tani.
Mostra. Fluturida. Fluturida e nënës. Ku e kanë nëna syrin e bukur? Dan si kur fle, E zemëruar me nënën. Dalë të puqë në këtë. Po ti e di sa të do nëna o kanakarje nënës. O zemër e nënës. O sorka, dhje nënëse. O ylli, ka puture. O sorka, dhje nënëse. Ja bënë me së djalite. O ylli, ka puture. O mjalti i mjaltite, flutërit e nënëse. Hajde ti të nënë. Hajde ti. U fajtua. U fajtua, mos gjën. U fajtua, mos gjën. U fajtua. U fajtua, më i lacin. U fajtua. Në që në ba. Hajde, flyq. Gjunka. Na. Na. Urt figo. Zana. 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 Zana që ka? Jam flutrat e ta zyra. Zana në banjë. Po tani. I them unë. Zana. Zana që ka? Zana. Që ka ndodhur? Çfarë ke Ina? Më bërti ti Niku. Pse? Nuk e di. A im tha mos ta vendos intervistën me vajzat e rehabilitimit dhe unë e fshiva. E tani vjen e kërkon thot pse e ke fshir. Hec e merre vesh të punë, nuk e di. Dëgjoj zotin, faktet e dhëna nga televizioni jon janë në dritë të diellit, dakor? Dhe ti nuk ke asnjë të drejtë, po kur them asnjë lloj të drejtë, që të kërcënosh pa i verifikuar gjërat, dakor?
Çfarë plere? Nuk mundem dot më. Më tha Ina se ke kërkuar kasetën e atyre vajzave. E gjetët? Jo, po nëse ti mendon se duhet, unë shkoj nesër dhe i marr përsëri intervistat. Po nuk është puna të intervista me vera, është e disiplina. Ajo vajzë nuk duhet bëj asnjë lloj veprimi pa mpyetur mua më përpara. Niko, unë mendoj se ty diçka të mundon. Asgjë nuk më mundon. Thjesht më plasën me këto telefonat, kundërshtime, presione, pafund. Punohet kështu. Megjithatë unë mendoj se nuk ja vlen të nxehesh. Ata në të tyren në tonën. Dgjoj Vera. Unë e kam vendosur. Do të riqem. Çfarë? Nuk duroj dot më. Tatimorët po na han shpirtin, kontroll mbas kontrolli. Televizionet e tjera të paktën i kanë shpatullat e ngrota. Kurse unë dhe ti sa të falimentojmë më mirë. Dgjoj Vera. Kur ti ishe në Athinë, unë pata një bisedë me një firmë ndërtimi që donte një televizion të vetin. Pronarja më ofroi një çmim goxha të mirë. Po ti mund vazhdosh të punosh akoma edhe me atë firmën. Thjesht unë po e lë me kaq. Niku, nuk mendoja se do të thyesh e kaq lehtë. E harrove se ç'më ke thënë në bisedën e parë? Puna jon nuk është profesion, por mision. Pastaj po dorëzove ti ç'më mbetet mua, ha? E di çfarë? Do të vish tani me mua, të ham drek bashk dhe do të flasim. Alo. Po, Vera jam. Ho, Petrit. Si je? Po ku je ti? E, mirë erdha. Niku, mua më duhet hiki tani. Do të flasim prapë. Djali, kush I ka këto pikturat? Janë shitura. Mirupafshim. Teta, a mund të ma bësh një piktur të madhe këtë fotografi? Dere ta shoh pak. Çfarë ke ti këto? Është motra ime, është në Itali. Motra jote? Po. Sa të bukura. Mund ta pus pak faqe? Po. O, ka e mirë. Si ke emrin? Dora, unë quhem Dora. Dora. Po disa ngjarje motrën tënde. Sa kohë që ka ikur motra? Nuk e mbaj mend, para shumë kohësh. Ka marrë malli? Shumë. Nesër ke gati zemër. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Ku e ke Violetën, apo akoma vazhdon në odisen e pronave? Ka ndruar avokat. Ka për t'i marrë, po. Që do. Si që do? E humbëm njëri tjetrin. Nuk po kuptoj. Ka ikur tek njerëzit e vet, edhe nuk kthehet më. E mora për t'i dhënë një si hariq.
por më mbylli telefoni. Për mua ishte një sjarri që madh. Më kanë gjetur veprat që më kanë humbur. Mirë, po telefoni pip. Nuk mund ta mbaja vetë gëzimin, prandaj edhe të thritat më faleshe. Faleminderit, po. Në fakt po më befason me Violetën. Për të jo unë jam i vjetëruar, shergji, çmendur. Vera, më shikon sy dhe më thuaj të vërtetën. Mos jam çmendur unë gjithë këto kohë. Je në vetët që janë këto që thua. Sa ka marrë vesh? Që është bërë me prona, është bërë tjetër njeri, ka ndryshuar. Mua gati më përbuste. Edhe nuk më vjen keq për vitet e tmerrshme të internimit, sepse ajo ishte deklasuar. Jo, ti e di këtë gjë. Po sepse unë e kam dashur. Edhe kam qenë i bindur se ajo linte kokën për mua. Interesant. Fakt nuk po më beso për Violetën. Tani është bërë tjetër, arrogante. Mos përfillse. Këtë thonë ata psikologët se nuk ndryshon karakteri. Shiko, a do të më lejoje mua të bisedoja njëherë me të? Është e kotë. Çdo gjë ka marrë fund. Të mërzit, a? Jo. Më kujtuan ato vitet e internimit ku flisnim për letërsinë, për teatrin, për pikturën. Ishte e vetmja gjë që na ngushëllonte. Në fakt edhe unë kam nostalgji për ato biseda interesante. Mos ishte më mirë atje. Edhe ata që na dënuan mos i pafsh atje. Ke të drejtë, mbase unë jam bërë shumë pesimist. Më faleshe. Atë të ftoj për një drek. Pse jo? Që bëre? Ta dishti ku isha unë kur më telefonove? Kur? Ta them pastaj, po të lutem, shpresa më thuaj, e gjete gruan që ka birësuar fëmijët? Ajo e gjendje civile, kontrolloi të gjitha birësimet e atyre viteve. Por nuk gjeti një grua me emrin Teuta. Të keqen motra, mos më mërzi. Përse ta ke mund për fat? Dgjoj, të jap fjalën se sapo të kthehem, do të shkojmë fshat në fshat, qytet në qytet, derisa ta gjejmë. Shpirt, lutem, tani më thuaj ku ishe që u vonove. Haj. Lër, maman. Nuk më mjaftojnë hallet e mia, po duhet përjetoj edhe dramat e tjerëve. Një miku im piktor është ndarë. Ndarje absurde. Jam njohur me ta në internim, njerëz shkëlqyer. Piktori është shumë simpatik. Bisedonim gjatë për artin, për letërsinë. Sot më ftoi për drek edhe pasi më tregoi dramën e vet. Gati sa s'më propozoi. Unë sigurisht ja prej bashkut. Moj, kallo greke ndër mund ngelesh ti? Shpresa pa gjetur fëmijën, unë nuk më bëjnë zemra për asgjë. Pastaj edhe dritanin. Unë akoma e dua. Pa i kur nuk ka për ta marrë vesh këtë. Shpresa, unë po iki. Lutem, hajde ulemi pak. Po mirë. Dgjoj,
A e takoj sot në darkë Bertin. Se që kishe një fjalla i në ty? Me mua? Po ku di unë ju të letërsisht se që keni ca kode. Po tamam se ta qifutët që bën një shenjë edhe merren vesh me njëri tjetrin. Shpresa, bollu tallë tani, hë? Jo, ne kam seriozisht. Po çfarë ka për më thoj? A i e di? Mirë, unë nuk di. Në me adhe këma, mos e bëj kështu. Dhe kjo po ta them, po para Berti do bësh sikur s'di asgjë, ha? Shiko, të rruga i ka ndërmend të cilë një makinë. Makinë? Mua? Me. Kështu që sa takojnë Bertin, mendo për Mark. Shko shpresa se gjitha këto janë marifetet e tua, ha? Jo. Për kokë të Bertit që ishte ideja e tij. Po sikur. Çfarë? Jo, lëre fare. Hajde një se të ti zokun dorë. Hajde fol. Shiko shpresa. Unë edhe Niku e kemi një makinë. Sikur brenda vlerës së makinës në sillen disa aparatura për televizionin tonë. Këto shpresa. Niku po dorëzohet, do që ta shes televizionin. Unë nuk dua. Ose zjat. I bëj listën me Nikun edhe hajde piqemi ndarë. Në rregull? Çfarë do të bëja unë pa ty? Ama është na varsi na mam gjeve. Ha. E Adora, kjo është shtëpia ime. Si që nga këtu. Të pëlqen? Se si më duket si tjetër vend. E po kështu e kemi në piktorët. Në shesh fleti? Aha, kështu më pëlqen mua. La. E pa këtu, vetëm kujdes mos bësh me bërra të pis. Tarararan. Alma. Sa bukur e ke bërë si kur të ishte e vërtet. Faleminderit zemër. Si duket? Pëlqen, no? Po. Po më thua një që ka marrë malli? Më ka marrë shumë malli. Pse i ku ajo? Pse unë e desha aq shumë sa e gjithë bota. Kush është më e madhe, qielli apo bota? Qielli. Atëherë sa e gjithë qielli. O populujtë e vogël ti. Jam shumë e sigurt që motrën tënde do të takosh shumë shpejt. O doge. Mu bëvon, që kur ka ikur Alma mami më rakoset shumë për mua. E po hajde pratikim shpejt. Vetëm kujdes këtu. Do t'i thuash mamit, o ma, kam parë motrën. Piktura do të bësh shpejt. Na duhet ky mikser i audio. Një. Na duhet ky seti ndriçimit, që duhet më patjetër. Na duhet edhe, ju do ishte një ato mikrokamerat, si këto që kanë fiksi. Të parasysh si ato mikrokamerat për ato intervistat e tua. Në rregull, shënoj. Do të këto duhen me patjetër, pastaj ato të tjerat si ta shikoj ai. Në rregull? Po, në rregull. Atëherë Niku unë po iki? Okej. Se më Jo, presin. këto ma lërë më mirë. Mirë të tjetër. Hajde, ika. Okej, pafshim. Harrova dhe diçka tjetër. Që është kjo objekti i fundit, domethënë që është tip kamere dhe kjo. Po. Mirë do ishte të ishte edhe kjo. Në rregull. Okej. Iko. Kështu, hajde pra, pafshim. Ma mirë, po s'kisha ardhur. Tani gjithë faji bjen mbi mua. Ty nuk kanë që të bëjnë. Me mua kanë qenë natën. Se kupton? Shiqyr që ai kaloi portin e Dorësit. Si isha gjitha edhe. Ndërsa mua akoma nuk më kanë ikur rrethët. Ma tanë ka kontrolle më të rrethta. Kush e di që kur t'isin policit e të dyja palëve? Tani du të kenë mbrojtur mbari. Të lumt goja, të lumt. Erdi Zuraka. Ja dolëm. Sa po më telefonoj? Tani ndodhet në bari? O, përëndje madhe, o, përëndje madhe. Dija,
Jeni miqtë mi më të mirë. E harrojmë atë çfarë ndodhi. Do festuar apo? Hajde! Ja, erdha, ja sa të më dyqanin. Erdha. O, Perëndie e madhe, o, Perëndie e madhe. Zemër motrës. S'pi shumë po vetëm hajde. Shpirti motrës. Përse nuk vjen në shtëpi? Ka qenë Alma, më ka marrë malli. Nuk mundem, zemrejme, nuk mundem. Unë thuajsisht mami dhe papi. Mirja, po ti, përse nuk më ke telefonuar? Çfarë thot mami për mua? Lullet në dhomën e saj dhe qanë për ty. Fshehur. Unë e di që qanë, e kam parë nga vrima e Çelësit. Unë e di. Po pap. Ai nuk të përmend fare, ringrysur atje, që kur ke ikur ti, nuk qesh më si më parë. Ka filluar edhe të pi. Nuk thot asgjë për mua. Jo. Vetëm se thot që për të ke vdekur, më mirë vdekur se me turpi në ballë. Më tremba për vdekje se mos ishte e vërtet. Jo, zemrejme, jo, ja ku jam këtu. Po dëgjova në gjithë në se të thot të gjua, pa e sa është gjallë dhe në sotë me nëse do të kthej në shtëpi. Zemrejme, u trombet? Qava gjithë natën, prisja, të vinte më gjese që të këtëra mamit. Pastaj, mami më dërgoj të ka ajo piktori atje të kruke, që të bënim një foto tënde të madhe. Si të ponte foton ti me portret? Po, mami donte të vendoste foton tënde në dhomën e saj. Sa mirë. Po më duk si kur ajo piktori aty të njifte. Pse të duk shtu? O ja, më pyeti se çfarë të kisha. Unë i thash që të ka motër. Më pyeti se ku je ti. Po si ishte ajo? Ishte e gjatë, e hollë dhe shkane. Po flokët? Si i kishte? Të shkurtra, kafe. Po e mbaroi portretin të gjithë? E bëri dhe nuk më mori as edhe një lek. Ose gjithë që ajo të ajo? Nuk e di, zemre. Dora. Motrës i duhet tiki tani. Si ti nuk do të rish tani me mua? Jo, shpirtin, nuk mundem të kam shumë Nuk dua të iki, Alma. Të lutem, zemër, mos qajt, kam shpirt. Nuk dua të iki, Alma. Çfarë do t'i the mami tu? Mami do t'i thuash që Alma është shumë mirë, do vinë në shtëpi, do vi të takoj. Dhe do t'i thuash të lutem nga ina ime. Edhe ti edhe mami së mos qani më. Mirë shpirti? Të lutem, mos qani. Mos ik, të lutem. Më duhet të ike sepse duhet të shkoj në Itali për të bërë ca dokumenta dhe do të kthehem brenda javës. Të lutem, zemër, mos qani. Po do kthehemi, do rrim ke dhoma jonë si atëre. Mban mend që luani bashkë të dyja kështu. Mban mend?
Shpirti. Mua të ikja. Më duhet të nxitoj tash. Do ikim. Për një javë do të vi të shtëpia dhe të rrim bashkë. Mirë se më. Por atë lutem mos qaj. Mirë se më. Mirëpafshim. Mos u mërzitë për një javë, vetëm një javë. Vetëm një javë. Mirëpafshim. Alma, të lutem. Alma, motra, ku po shkon? Alma! Të lutem!